Të nderuar rektorë, anëtarë të stafit akademik, të ftuar, të respektuar, kolegë dhe mbi të gjitha të promovuarit të sotëm. Ju urojmë mirëseardhje në të mbledhjen speciale të Senatit Akademik të Universitetit Bujqësor të Tiranës, dedikuar shpërndarjes së diplomave të titujve akademik. Sot kurorëzohet me sukses një punë disa vjeçare në radhë të parë e personelit të sapo promovuar. Vite lodhje, sakrifica, si në procesin mësimor, ashtu dhe në kërkimin shkencor për plotësimin e kritereve për marrjen e këtyre titujve. Universiteti Bujqësor i Tiranës ka zgjedhur një rrugë tjetër. Një rrugë më të vështirë, por më të ndershme. Një rrugë që nuk kërkon duartërokitje të shpejta, por rezultate afatgjata. Universiteti Bujqësor i Tiranës ka vendosur prej kohësh që cilësia nuk është opsion, por parim themelor. Sot me këtë ceremoni, ne nuk festojmë vetëm promovime. Ne riafirmojmë besimin tonë te dia, te meritokracia dhe te universiteti si institucion europian i sartë.